Nisur nga ajo që ju konstatuat më parë, siç u shprehet që Ulsi Maja dyshohet si personi që ka vendosur përgjimet në qelitë para burgimit. Nisur dhe nga raportimet në media thuhet që Erion Veliaj ka thënë për Ulsi Majën që do ta shkrinë deri në 7 breza. Nisur nga këto deklarata dhe nga kjo përplasje brenda radhëve të mazhorancës, a mendoni se brenda Partisë Socialiste ka nisur ajo përplasja e madhe e elementëve që mbështesin Erion Veliajin dhe të tjerëve që mbështesin Edi Ramën? Para se ta shkri Ulsi Majën Erion Velia, duhet të dalë në burgu. Kupton? Që të dalë në burgu, duhet të presin sa vite. Pastaj të filloj kur të dali, pastaj qofse do ketë mbetur në njeri do t'i flasi në rrugë, dhe i kemi njerëzit aty që kanë dalë, sa i mirë si e kisha ish ministri Brësho, Samir Tahiri. Bravo. Dhe kështu që të dalë një në burgu Erion Velia, se të mos i komunikojnë akuzat tjera, inceneratorët e historirat tjera, që ka akoma, dhe ka një 3-4 çështje të tjera atje, kur të dali pas 10, 12, 13 vitesh në burgu, të filloj pasaj të merret me Ulsi Majën që ka vetë 70 vjeç atëre. Problemi qëndron këtu që duhet ta kuptosh dhe pozicionin që është. Ulsi Maja nuk e ka bërë atë vetëm. Më përpara, edhe kur janë bërë arrestimet e mëpashme për inceneratorët, Edi Rama bashkë me Ulsi Majën ka vendosur në ambientet e paraburgimit të Durrësit, dhe i çojnë apostapat atje dhe u ka bën përgjime. U ka bën përgjusa që i dëgjonin çfarë bisedonin këta, u zinin emrat në gojë Edi Ramës apo këtyre, sepse inceneratorët dhe korrupsioni inceneratorëve kishte brenda firmën e Edi Ramës, sepse ai ishte koka e gjithë truri, mendja, organizuesi i inceneratorëve, dhe Edi Rama i dëgjonte këta çfarë bisedonin atje, sepse u kishte bërë përgjus. Dhe Erion Velia këtë e dinte, po nuk e mendoi që partia do ta linte dhe do ta eliminonte në këtë forum. Ky ishte problemi. Kështu që Ulsi Maja nuk bën veprime pa Edi Ramën. Gabojnë i rënd dhe ata që mendojnë që Ulsi Maja ka bërë veprime pa Edi Ramën. Atje ai ishte përgjuar me urdhër spakut. Do ta kuptojmë këtë. Po Ulsi Maja mundet po të donte ta ndihmonte Erion Velin, i thoshte, i bëte një shenjë, mos fol, kaq. Por ai atje brenda është përgjuar me urdhër të spakut edhe me vendim të gjykatës. Kështu që është e kota jo historia, pastaj që Erion Velia, jo lufta brenda PS-s, Partia Socialiste apo ish Partia Punës, çfarë dreqin e quajnë, ka 80 vjet me luftë të brendshme. Ka filluar që në 41-shin, ka vrarë njëri tjetrin, ka ngërë kokat e njëri tjetrit, s'ka lënë më luftë të brendshme, Eve Roxha i vrau të gjithë, pastaj mori të rinë, të gjithë bëhet Edi Rama, i zhduku të rinë, ata të vjetrit, tani merr të rinë, të njëjtën taktik si diktatori, dhe ai mori çurrën nga isha ajo një kryetare kuvendi, u bën nga ishte nga dropulli vendi nga ishte, e çoi në kuvend dhe i thosh popullit jam me të rinë, do vija ardhja, do arrim te komunizmi e kështu me radhë. Rama çon të rinë tani, thot do vemi në BE me këta të rinë. Pra, nuk është mënyrë e re kjo e kësaj partie. Kjo është forcë politike e cila luftën e brendshme e ka patur që në themelim të saj. Nuk është ndonjë gjë e re. Dhe për ne të gjithë ata që dim pak nga historia, e di shumë mirë që kjo është një parti që luftën e brendshme, kokat e njëri tjetrit i kanë ngrënë dhe i kanë ngrënë në mënyrë shumë ekstreme. Dhe kështu që sot jemi në demokraci, nuk të vrasim, po të ishte kohë tjetër, diktaturën, Erion Velia do të ishte armik, do ta kishin sot, do ishte ekzekutuar, do ishte mbyll historia. Por tani e mbaj në burg, gjoja funksionon drejtësia, po dhe në kohën e diktaturës funksionon dhe drejtësia, deri pavarësisht Eve Roxha, dhe tani funksionon drejtësia pavarësisht Edi Rama, pavarësisht Oborri kryeministrit. Funksionon për të gjithëre. Edi Rama thot funksionon drejtësia. Se zvetet Edi Rama dhe normalisht funksionon drejtësia. Kush e dëgjon? Se arrestojnë edhe njerëz të tjerë, arrestojnë edhe grupe kriminale, arrestojnë edhe politikanë, edhe në kohën e diktaturës, arrestoheshin edhe ordiner, po arrestoheshin edhe për politikë. Gjoja, kështu që kjo është e kamufluar, kjo puna e drejtësisë së re, apo e rinovuar, apo e rifreskuar e kështu me radhë. Kështu që lufta brenda Partisë Socialiste është një luftë e hershme që do vazhdoj akoma, dhe biles në këto zgjedhje do jetë akoma me ashpër, sepse kanë lënë jashtë dhe janë konkurojnë në Tiranë Fatmi Xhafa, Erion Braçe, Pandeli Majko dhe të gjithë
këta të cilët Edi Rama erdhi në pushtet në 2013. Kështu që do jetë një luftë e ashpër dhe unë nuk e di se si do vej fundi, por Fatmir Gjafa dhe klani që ndihmoi Erion Velia për zgjedhjet e 2021-shit që Edi Rama nxori nga dera dhe Erion Velia ja futi nga dritarja sepse punoi gjithë enturazhi Erion Velis për Fatmir Gjafën, nuk besoj se më këtë radhë do jetë kjo mundësi që të punojnë dhe Erion Velia të ketë deputetët e tij në grupin parlamentar Partisë Socialiste, sepse është një vdekur politikisht. A mendoni se Erion Velia mund të shndrohet në një të penduar të drejtësisë ku mund të rrëfejë të gjitha aferat korruptive të qeverisjes së kryeministrit Edi Rama? Unë mendoj që Erion Velia drejt asaj do shkojë. Sepse akuzat ndaj Erion Velis janë akuza të rënda. Janë akuza shumë të rënda, sepse korrupsioni është 4 deri në 12 vite. Ndërkohë që pastrimi i produkteve veprës penale, që është rrethana rënduese, që është në pika 2 e neni 287, parashikon nga 7 deri në 15 vite burgim. Por Erion Velia të jetë me fat për një gjë, që nëse SPAK-u, prokuroria e posaçme, nuk e kualifikon veprën penale, që të kualifikoj si grupi strukturuar kriminal, se po e kualifikoj si grupi strukturuar kriminal në bazën e 333.1 gërma A, atëherë Erion Velis do të fillojë në 20 vite. Dhe kjo për mua do jetë fitore e madhe e Erion Velis. Jo për këto akuza se këto i ka dhe nuk i shton dot, po flasin që do jetë fitore e madhe dhe t'i gëzohet nëse prokurorët nuk kujtohen ose do t'i bëjnë një favor që mos t'i kualifikojnë veprën penale si grupi strukturuar kriminal, sepse në bazën e 328 të kodit penal, ai plotson kushtet, sepse janë mbi 2 persona, i plotësojnë kushtet si organizimi, funksionimi, kohështrirja dhe qëndrueshmëria. Pra këta janë 4 komponentët që e bëjnë grupin e strukturuar kriminal si veprë penale. Kështu që kjo do jetë fitore e madhe, sepse Zoti Beqaj, që është kolegu ti i Partisë e kështu me radhë, ju kualifikua si grupi strukturuar kriminal. Prandaj që Erion Velia të shikoj pozicionin e tij, të merret jo me prokurorin, po të merret me akuzat, akoma se në akuza, por me dyshimet që ka prokuroria, që të bëjë mbrojtje në këtë kuptim, se nuk bëhet mbrojtja as me të sharë nga nëna, as nga familja, as për antropologjinë prokurori dhe gjyqtarin, po bëhet në bazë të atyre që ai ka grubulluar për tyra dhe ti duhet të arrëzosh ato. Unë shikoj që mbrojtja e Zotit Velia është mbrojtje shumë e dobët, pak në këtë vështrimin tim, të cilët e kanë mësuar ose orientuar gabim që ai të sulmoj prokurorin dhe gjyqtarin.